qenë se jemi ende në atë atmosferën e pas festës së Bajramit. Sigurisht ajo që e karakterizon këtë festë është edhe haxhi, për cilin kemi folur gjatë emisioneve të kaluara, por megjithatë sot do flasim për një temë pak më të veçantë, ashtu siç na është bërë me dije edhe nga ana e Myftinisë Tetovës, haxhiu më i vogël në këtë rrugëtim hynor, le ta themi, ose në haxh këtë vit, është vetëm 5 vjeçar dhe ai është një djalosh shumë i dashur, shumë pozitiv nga Zhelina dhe quhet Gjuhen, i cili për momentin në linjë të drejtë për drejtë duhet të jetë së bashku me gjyshin e tij, hoxhën e nderuar Ekrem Hasani, të cilët do t'i kemi në një linjë të drejtë për drejtë ku do flasim për këtë përvojë kaq të bukur që ata po përjetojnë në haxh. Përshëndetje. Përshëndetje. Uroj t'jeni mirë ju dhe së bashku me nipin tuaj. Mirdita Gjihan, si e? Mirdita. Si e? Mirë. Si po kaloni dhe cilët janë ato përjetime që po i përjetoni bashkë ju si gjyshi i Gjuhenit dhe njëkohësisht edhe ai vetë çfarë përjetimesh po përjeton në këtë rrugtim? Ju përshëndes edhe juve, stafi të TV-s dhe të gjithë teleshikuesit të cilët na ndjekin tash drejt për së drejti. I përshëndes me përshëndetjen islame, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, paqja, shpëtimi dhe rahmeti Allah qoftë mbi ta dhe mbi ne të gjithë. Përshëndetja më e madhe është pra nga Mekja e nderuar. Ne jemi duke përjetuar ditët më emosionuese dhe më emocionale me që jemi në vendet e shenjta në Mekë, në Qabe, duke kryer edhe ritualin më kryesor dhe ritualin e një ndër kushtet e Islamit si është haxhi. Po ndjehemi akoma më të emocionuar se kemi edhe nipin e vogël Gjuhenin. Cila ishte, do të thënë, si morët vendim që edhe nipi juaj, Gjuheni, të jetë pjesë e këtij rrugtimi tuaj, apo edhe ai të jetë me juve në haxh? Si vendosët për këtë ide? Përveç që rrethanat na diktuan që ta marrim, para praktikisht Gjuheni ka qenë i përgatitur dhe shumë herë na ka sugjeruar dhe ka kërkuar nga ne që të vinë në haxh me ne, ka qenë me siguri inspiruar nga haxhet që i kemi bërë më përpara dhe duke folur ne për haxhin, ti si fëmijë veç i ka ndëgjuar ato fjalë, por pa e ditur se çka është haxhi dhe çka është rituali i haxhit. Megjithatë shpesh herë më përmendte dhe edhe unë dua të vi në Qabe kështu me radhë. Edhe ne me që na u bën neve e mundur që të vim bashkë me djalin, do të thonë me Enesin dhe me shoqen e tij, ishte pamundur që ta lëm vetë djalin e vogël, do të thonë 5 vjeçarin, pa përkraje dhe vendosëm që ta marrim edhe këtë, por kuptohet duke ja plotësuar edhe këtij dëshirë, se dëshira e madhe ishte çdo herë që edhe unë dua të vi në Qabe. Se si ka qenë ideja e këtij që ta përmend se dua të vi në Qabe, unë një sekret tash e shpalosi këtu para jush. Me siguri që Gjuheni ka pa ndonjë ëndër të cilën nuk dinte të na tregojë neve, por megjithatë ai ka parë ose fotot ose është inspiruar nga ne, edhe kur u zgjuan një ditë në mëngjes për gatumin, edhe menjëherë na tha, unë dua të shkoj në Qabe. Edhe çdo herë vazhdimisht e përmend të ketë do vi në Qabe. Edhe e morëm se edhe s'kishim edhe ku ta lëmë. Dhe si u ndjeve Gjuhen që je në haxh, në Qabe? Aty ku ke pasur ëndër të shkosh? Ishte mirë, unë ndjeve krenar dhe i lumtur? A do shkojsh prap? Kur do rritesh më do shkojsh, po cilët ishin reagimet e kolegëve të tjerë, e shoqërisë, e haxhilerëve të tjerë, ju kritikuan apo e morën pozitivisht? Jo, sa i përket haxhilerëve këtu, prej kur u nisëm prej Tetovë, prej Shkup, vërtet ka qenë reagimet shumë emocionuese të atyre se nuk mbeti asnjë haxhi pa e përkthyer, pa e putur dhe pa urruar mua, djalit tim dhe këtij. Domethënë, atë reagimet e atyre ishin shumë të mira. Megjithatë kur për rrjetet sociale, Facebook, kemi hatur edhe kritika të ndryshme nga disa njerëz
të ndryshëm të cilët nuk e kuptojnë atë ritualin e haxhit, po ndoshta edhe nuk e kuptojnë edhe gjendjes sociale të njerëzve dhe dëgjova edhe pashun në disa reagime të cilët pa fije turpi përdorshin fjalën se kjo është një abuzim, fëmin 5 vjeçar të marrësh atje te terroristat, edhe kjo është fjalë e rrallë për atyre, pse ata nuk e dinë se nuk ka terrorizëm në Kabe, në Mekë, kudo nuk ka, kudo në botë nuk ka terrorizëm të ndonjë popull kështu në mënyrë të përgjithshme. Terrorizmi ekziston kudo, nuk një as komp, nuk një as pe, as territor. Megjithatë, ajo është ideja e tyre, por njerëzit zakonisht kur kanë fëmijë të vogël, qoftë në haxh ose diku tjetër, po edhe në det kur shkojnë normal i marrin edhe fëmijët, dhe aty ka turma të mëdha të njerëzve, temperatura është ndryshe, më e madhe. Edhe këtu është e njëjta. Por ne nuk va vënë veshin atyre, se nuk e kanë përjetuar dhe nuk e dinë këtë. Sigurisht. Ajo që është më e rëndësishme që vetë djali ndjehet shumë pozitiv, ndjehet shumë mirë, është shumë i kënaqur nga ky përjetim, e ka realizuar ëndrrën e tij dhe kjo është shumë e bukur. E kemi pasur dert në krejt familje, kemi pasur dert se ndoshta nuk do adaptohet me rretin aty dhe me njerëzit, kuptohet këtu në Mekë vinë 1 milion e ta. Çka do të thosh atuj? Thuaj diçka. Don që përshëndesë shokët ndoshta. Miliona njerëz nga vise të ndryshme, me kultura të ndryshme, ngjyra të ndryshme, si të them ndryshe. Edhe ndoshta tash nuk do të adaptohen, sidomos kur sheh ngjyra të ndryshme, mirë po Juheni për fat të mirë, po sa arritëm në aeroportin e Xhides, ai më njëherë u socializua dhe me policët aty dhe kretë policët dhe morën dorë në dorë dhe duke përkthelu, duke ecur, edhe nuk e patëm as pak problem. E sidomos mandej kur hinëm në Kabe për të avon ritualin e parë, dhe më thonë për të përshëndetur Kabe dhe të avon tavafin e parë, ne u befasuam me Juhenin që me njëherë ai kërkoj që të shkoj drejt më njëherë të prek Kaben, edhe pse ishte pa mundur, edhe të mëdhejt nuk kanë mundësi në turmën e madhe të shkojnë afër Kabes të i prekin muret të Kabes. Megjithatë, dëshira e tij ishte, por ne ja realizuam atë dhe bëm edhe disa foto, mbas disa ditëve kur u adaptuam dhe e morëm vetëm xhihadit, Juhenin, jo me grupën krejt, edhe shkuam afër Kabes dhe e prekëm dhe Juheni për aty na ka emocionuar edhe neve, po edhe haxhilirët të cilët ishin me komunitete të ndryshme, kur e shifshin se si u kap për Kabe dhe e puthte, unë u habita se njeriu i madh ndoshta ka e puthte Kaben, dhe ka puth Kaben. Njeriu i madh, ai edhe pse din ka informacione për Kaben, kuptohet se ai e puthën ose ka ndjenja, por ti si fëmijë nuk habita. Ne, kjo shumë e bukur. Përveç këtij momenti, ka pasur ndonjë moment tjetër, apo përvojë tjetër, situatë e këndshme, e bukur, emocionuese që ju ka ndodhur gjatë këtij rrugtimi? Po, ka pasur, domethënë, kur duke bërë Kaben, duke bërë tavafin e bashkë me Juhenin, Stekin nuk mund të ecë vetë me kombët e tij se shumë kallaballëk, edhe mirë të babi i tij në qafë. Edhe ajo më emocionuese ishte se çdo grua, çdo burr që e shite, ai vetë bonte mashallah dhe kemi parë njerëz të përlotur vetëm se shihnin nga emocionet që ishin kur e shishin në Juhenin e vogël dhe e merrnin dhe puthnin kështu e përshëndetin. Kjo ishte shumë emocionuese që na befasoi neve krejtëve. Më thonë që ishte momenti shumë i ndjeshëm. Sigurisht. Emocioni veçantë edhe për ata, edhe për prindërit e tjerë, sigurisht. Por cili do të ishte ai mesazhi juaj që do kishit dashur t'u jepni prindërve të tjerë në këtë drejtim? Kur po shihni nipin tuaj që po kënaqet dhe po e shijon pikërisht këtë rrugtim, do t'ua kishit rekomanduar edhe të tjerëve? Seriozisht them se nuk është shumë e mundur që çdo kush ta merr fëmijën, sidomos ai i cili ka 2-3 e shumë radhë, i merë krejt fëmijën se ne nuk e kemi marrë edhe pa aranzhman, nuk e kemi marrë edhe pa pagesë. Sipas mundësive, do të ishte shumë kënaqësi që prindët të shkonin me fëmijët e tyre, që dal nga dal t'i adaptojnë ose me një fjalë identitetin e tyre fetar, t'u ambjellin prej së vogli,
o marë parëzisht qoftë se kanë mundësi të marrin për në haqë edhe pse nuk kanë të vetëmi të dinë të çka do të thonë haqi, por sidomos qoftë ka elemente tjera që çdo prind duhet dhe nga darë fëmijët e tyre i edukojnë në prizmin edhe fetar, edhe kombëtar, edhe të kulturës dhe të rrjetit që jetojnë aty. Nga se personaliteti i njeriut ndërtohet prej fëmijë, jo pasi të rritet. Edhe unë ju sugjeroj specialit që në këtë prizmë dhe në këtë drejtim duhet me fëmijët e tyre me punu, po edhe nëse kërkon ose është mundësia se jo që ta merr edhe në haqë të socializohet dhe ta shqef se sa turma e madhe, sa njerëz vinë nga krejt anët e botës dhe kanë një qëllim, një fjalë dhe kanë ardhur për një ideal. Sigurisht. A mendoni që kjo përvojë do ta shoqërojë gjatë gjithë jetës nipin tuaj dhe kjo sigurisht do të ndikojë apo do të ndihmojë në edukimin e tij fetar në të ardhmen? Ne shpresojmë dhe mendojmë se do të ndikojë pozitivisht edhe në të ardhmen në ndërtimin e tij edukativ. Mendojmë se do të thjesht se është një përvojë dhe Gjoeni nuk është edhe aq i vogël që nuk i mban mend këto elemente. Ai 5 vjeçar tashmë veçmo është i vetëdijshëm dhe mund t'i mban mend të gjitha këto përjetime që i ka përjetuar gjatë haxhit, sidomos me njerëzit që i ka pa që socializu dhe që është takuar dhe çdo njeri qoftë venditorë dhe tjerëve u përshëndet dhe rrinte me ta. Sigurisht. Nëse keni thënë diçka tjetër për në fund, ne nuk duam t'ju marrim më shumë kohë, duke ju falendëruar shumë që ndat pak nga hapësira juaj, me qenë se agenda juaj është sigurisht e planifikuar. Jeni më të angazhuar, megjithatë ndat kohë për emisionin ton, por kam parë edhe shumë emisione të tjera, sidomos në Kosovë që kanë shprehur interesim që ta shohin nipin tuaj në rrjetet sociale si më i vogli i haxhit të këtij viti. Po. Unë kisha veç me i përshëndet të gjithë njerëzit të cilët na kanë ndjekur drejt për së drejti tash dhe unë kryzoj rastin se është dita e xhumas sot dhe të gjithë besimtarëve të vendit në vendin tonë, domethënë kudo që jenë, sidomos në rrethinën e Titovës, Allahu tua ketë pranuar namazin e xhumas dhe të gjitha ibadetet tjera. Për Gjoeni si vjet 2025 nuk ishte vetëm haxhia më i vogël i anës tonë, domethënë i Maqedonisë së Veriut, por ishte karakteristika është se ishte haxhiu më i vogël në krejt rrugën toksor, domethënë krejt botës. Për arsye se Ministria e Haxhit ka rekomanduar dhe nuk ka lejuar, nuk u ka dhënë vizë askujt në moshën 15 vjeçare. E i vetmi është e Gjoeni, se si ka ndodhur, kjo është një mrekulli në vete. Unë sinqerisht i falenderoj edhe BFI-n, domethënë riasetin në krye me Haxhi Shaqir Efendi Fetau, dhe stafin e tij, sidomos sekretarin e përgjithshëm Irsal Jakubi, i cili është marrë me këtë çështje, domethënë me rregullimin e vizave, edhe ai është habitur dhe e bëri një aplikim dhe atë aplikimin është si e bëri dhe ai u habit se si Gjohenit i doli viza. Prandaj unë i falenderoj edhe BFI-n, edhe Ministrinë e Titovës në krye me doktor Selver Efendi Gjemailin, e cili është marrur edhe ai, edhe një herë ai ka qenë edhe udhëheqësi kryetor, domethënë i haxhive të vitit 2025, prandaj i përshëndes për organizimin që ka bërë BFI-ja dhe organizimin që ka bërë Ministria e Haxhit. Unë shfrytëzoj rastin që të bëj një lutje të përgjithshme që të gjithë ata të cilët kanë dëshirë, janë musliman kuptohet, dhe kanë dëshirë të kryejnë ritualin e haxhit, domethënë kushtin e 5 të Islamit, i cili është haxhi, Allahu t'ja u mundson, domethënë financiarisht, edhe me shëndet, edhe me mundësi tjera që i kërkon rrethi dhe që i kërkon haxhi. Inshallah Allahu t'va pranoj dhe të kenë mundësi ta kryejnë krejt haxhit. Ju falemderit shumë për duan tuaj, ju falemderit shumë që ishi pjesë e këtij emisioni, ju urojmë shëndet dhe suksese, urojmë që kur të ktheheni sigurisht të trajtojmë temën e tillë edhe në studio me prezencë fizike. Falemderit shumë. Edhe ne ju falenderojmë shumë dhe i sigurojmë të gjithë ata të cilët i kanë familjarët të tyre që t'u japin informacion se të gjithë janë mirë, shëndosh haxhilerët pa probleme dhe si kemi ardhur bashkë, inshallah edhe do të kthehemi bashkë. Sigurisht, falemderit shumë edhe për këtë informacion. Ju miru pafshim, shifemi në emisione tjera.
Selam aleikum. Ju falemderit edhe një herë shumë. Të ndëruar shikues, ishte pra kjo pjesa me personalitetin e ditës, me që ishte dite premte, pam të udhës që trajtojmë një temë fetare për të folur për përvojat e një fëmiu 5 vjeçar në Haq, apo konkretisht në Qabe. Do të rikthehemi vetëm pas pak në pjesën tjetër të emisionit, që vazhdoni qëndroni dhe më tutje me pasditen tonë.